Gjesti i acaruar dhe me një ton sfidues i afrohet Gertës në mes të oborrit, ku disa banor të tjerë janë të ulur dhe po bisedojnë. Ai e shikon drejt e në sy dhe, pa e menduar 2 herë, i drejtohet me një fjalim të drejt për drejt. Gerta, dëgjo këtu. Nuk ke pse lodhesh më kot. Bëj gati valixhet që tani, se do të eliminoj direkt. Nuk ke më vend këtu. I thot ai me një buzëqeshje ironike, duke i bërë të tjerët të kthejnë kokën nga ata. Gerta e shikon me habi dhe pastaj qesh me përbuzje. Gjesti, më fal, po kush je ti që vendos kush ikën dhe kush qëndron? Mos ndoshta je bërë pronari i shtëpisë dhe se dim? Gjesti tund kokën dhe qesh me ironi. Jo, s'jam pronari i shtëpisë, por po të them me siguri që unë do të siguroj daljen tënde nga këtu. Ke bërë mjaft, e lodhe veten dhe të gjithë të tjerët. Gerta nuk tërhiqet dhe i afrohet edhe më shumë. Nëse dikush do të dalë nga kjo shtëpi, atëherë të jesh i sigurt që nuk jam unë. Ti e ke problem me mua sepse unë nuk jam nga ato që heshtin dhe të ndjekin pas. Ti do njerëz që të binden, por unë nuk jam e tillë. Gjesti bëhet më serioz dhe i afrohet edhe më shumë, duke e sfiduar me shikim. Shiko, Gerta, mos mendo se ke ndonjë shans. Unë e di shumë mirë se si funksionon loja dhe ta them unë, ti nuk do të rezistosh gjallë. Gerta e shikon me inat dhe tund kokën. Shikoje veten më mirë para se të bësh plane për të tjerët. Ndoshta do të habitesh se kush del i pari. Ndërkohë, disa nga banorët fillojnë të komentojnë, duke parë që debati mes tyre po nxehet gjithnjë e më shumë. Duket se asnjëri nuk ka ndërmend të tërhiqet dhe konflikti mes Gjestit dhe Gertës sapo ka filluar.